dhe një gjë të tillë ka pohuar edhe Agim Shahini, por ka pasur një reagim të menjëhershëm nga organizatorët e kësaj nisme, po i themi Kosova bojkoton, të cilët kanë thënë që po manipulohet dhe se po ka efekt dhe duhet të vazhdohet me një veprim të tillë. Është e kuptueshme, organizatorët duhet ta përçojnë mesazhin pozitiv, por ne duhet të jemi realist që nëse ka efekt, atëherë ka reakcion, ka zbritje të çmimeve dhe ajo nuk po ndodh. Është mirë të vazhdohet kjo, Kosova bojkoton, por është mirë të mendohet një strategji tjetër, e cila paralelisht me këtë e rritërisnin edhe presionin mbi institucionet tona. Sot çka kemi në treg? Kemi biznese, kemi markete të cilat nuk kanë asnjë lloj kontrolli nga institucionet përkatëse dhe e kanë lirinë e tepruar për vepruar si dojnë me çmime dhe në produktet që ata i shesin. Prandaj, ndoshta tashmë nga Kosova bojkoton kaqi bizneseve, duhet të mendojmë në protestë të një natyre të caktuar edhe para institucioneve përkatëse që është qeveria e Republikës Kosovës. Prandaj, unë e kuptoj organizatorët që duhet të jenë pozitiv, por realisht situata në terren nuk po e thotë që kjo po demonstron sukses dhe po kthehet në raport me këtë presionin që po i bëhet bizneseve. Prandaj mendoj që tashmë duhet të hidhet përgjegjësia diku tjetër. Ata që nuk po marrin veprime dhe që janë institucionet e Republikës Kosovës. Kujtoj që nëpër Evropë kanë ndodhur bojkote të tilla, vazhdojnë të ndodhin, por raporti mes biznesit dhe qytetarit pa ndërmjetësuesin që është shteti është e vështirë të rregullohet. Dhe derisa shteti, institucionet përkatëse nuk ndërhyjnë në këtë raport, ndoshta në një formë ose tjetër për të kontrolluar bizneset që po abuzojnë me çmime, unë mendoj që rezultati nuk do të jetë ai që ne duam të jetë. Sepse mos harrojmë të themi, sepse ne kemi çmime aq të larta sa që mund të krahasohemi me vendet e Bashkimit Evropian, të cilat pagat i kanë shumë herë më të larta se ne që i marrim në Kosovë. Po, nërgat zotëri Maxheri, nëse flasim për rritjen e çmimeve, çka mund të ndikojë dhe çka ndikoi realisht në rritjen e këtyre çmimeve në këtë masë enorme po flasim, sepse e dim që ka pasur një rritje të çmimeve të ndjeshme në të gjitha vendet e botës, por ndoshta në Kosovë ishte pak më enorme krahas vendeve të tjera, nëse marrim parasysh dhe krahasojmë edhe pagën mesatare që ka në vende të tjera. Kosova i ka dy parametra të rëndësishëm që ndikojnë në këtë situatën që e kemi sot. Ajo varet nga importi dhe